Miqtë e mi, ju përshëndes, ju ftoj sot në një episod të ri të programit Po Zot, një seri rrëfimesh nga miq të mirë që kanë ecur me besnikëri për dekada të tëra, me një perëndiqje pushim, paqe dhe siguri si askush tjetër. Miku ynë do të na kthejë sërish prapa në kohë në Shqipërinë e viteve 90 dhe 2000. Një brez i ri tashmë kishte lirinë të dëgjonte për Perëndin dhe ta njihte atë si Perëndia që u përgjigjet lutjeve. Është një Perëndi që bën mrekulli kur njerëzit e tij e kërkojnë në lutje së bashku në unitet. Ai bën që gjeneratorët të punojnë edhe pa karburant, që njerëzit të shikojnë filmin Jezus. Ai siguron për çdo nevojë për ata që ecën në vullnetin e tij, me bindje dhe prullësi. Ky Perëndi u përgjigjet lutjeve të bëra me sinqeritet, nga një zemër që dëshiron të sjellë ndryshim, një ndryshim që qëndron përballë çdo sfide. Në rrëfimin e tij, miku ynë do të na tregojë më shumë për Perëndin që njeh ai, një Perëndi që bashkon zemra, ndërton familje, ndërton shërbesa, ndërton kisha dhe kombe. Ju ftoj sot të ndiqni rrëfimin e besimit të një burri që ka zgjedhur të ndërtojë së bashku me Perëndin, që kombi i tij të ketë një të ardhme dhe një shpresë të përjetshme. Atëherë unë jam Iliri, jam i martuar me Liden, kemi rreth 25 vite martes. Kam lindur në Tepelen, studiova për drejtësi, kemi 5 fëmijë, mosha 6 deri në 24 vjeç. Ishte viti 1991. Në shtëpinë tonë po vija re që po përmendej fjala Zoti, Perëndia, gjë që nuk kishte ndodhur më përpara. Edhe një ditë i mërzitur i them babit, babi, po tani ne e dim që Zoti nuk ekziston. Pse e përmend fjalën Zoti? Babi më tha, Ilir, unë nuk mund të tregoj aty kur ishim gjatë komunizmit që unë kam besuar gjithmonë te Zoti, por unë besoj që Zoti ekziston. Mua ishte një shok i vërtet. Domethënë ishte e pabesueshme që babi im, që ishte një njerëz që kishte shkuar në shkollë të lartë, i edukuar, besonte që Zoti ekziston. Unë mendoja që ishte një gjë e vjetër, e krijuar nga njerëzit. Në atë moment filloi një pyetje në mendjen time që nëse babi që unë e vlerësoj dhe dua kaq shumë beson që Zoti ekziston, unë duhet ta kërkoj këtë Zot. Babi më tha që ne vim nga një traditë ortodokse, ne besojmë te Jezusi. Një ditë duke lexuar një gazetë, shoh një lajmërim të vogël në gazetë ku thuhet nëse ju doni të dini më shumë për Jezusin, na dërgoni adresën tuaj dhe ne ju postojmë një kurs me korrespondencë për Biblën. E dërgova, më erdhi kursi dhe aty për herë të parë po filloj të lexoj vargje nga Bibla. Po mësoj që jam mëkatar, Zoti më do, Jezusi vdiq për mua, edhe unë duhet ta pranoj. Dhe në fund të atij kursi ishte një pyetje, çfarë do bësh ti me Jezusin, do t'i besosh, do t'i japësh zemrën atij. Unë thash me veten time, pra ishte si një vendim me mendje në atë kohë, që nëse Zoti ekziston, nëse kjo është një zgjidhje, kjo duket një zgjidhje shumë e mirë, unë dakord do të hap zemrën. Dhe mbaj mend, isha vetëm në dhomën time, u luta dhe thash, Zoti Jezus, unë hap zemrën time dhe më drejto. Dhe aty thuaj, shumë mirë që tani ke jetën e përjetshme sepse beson te Jezusi. Dhe unë thash, shumë mirë, tani shko në një kish. Unë jetoja në Tepelen, s'kishte kish, lexo Biblën, s'kisha Bibël, çpagzohu. Pra ngela si peshku pa ujë, si më thënë. Në 93-shin pastaj shkova në shkollë të lartë në Tiranë, dhe aty që ditën e parë në godinën time, një amerikan po përpiqej të vendoste një poster për një takim studentor. Prezantohem atë dhe ai thotë, unë jam Mark Crawford. Unë jam Iliri, unë jam i krishterë, thot ai, jemi këtu që të tregojmë studentëve për Jezusin. Fillova të shkoj në takimet e para, u përfshiva pak me lëvizjen e Institutit Jetë e Re, dhe në verën e 94-s më ftuan që të shkojmë në projektin Aero, projekti i shfaqjes së filmit Jezus në përfshatrat e Shqipërisë. Shkova dhe për herë të parë në jetën time isha në një vend të huaj ku nuk njihja njeri. Nuk dija nëse do të kishim ushqim atë natë, ku do të flinim, si do të shkonim në fshatin tjetër për të shfaqur filmin. Dhe me ekipin filluam të lutemi për çdo gjë. Edhe shikoja se si Zoti përgjigjej
lutjeve tona, përgjigjej për ushqimin, për transportin, vend për të fjetur etj. etj. Edhe fillova të më bënte përshtypje që wow, Zoti përgjigjet. Kam histori nga ai projekt kur ka ndodhur që fikej gjeneratori dhe ne nuk kishim me çfarë ta shfaqnim filmin në darkë. Mirë po, pas lutjes, në momentin që duhet që ishin mbledhur njerëzit, gjeneratori fillonte punën. Dhe pasi mbaronte shfaqja e filmit, ai fikej vetë. Dhe kështu ndodhte 3 net me radhë. Në fund të projektit, unë po bëja një analizë me veten time, wow, unë e pranoj, ja kam hapur zemrën atij, ja kam dhënë jetën time. Por ky që nga një Zot i gjallë, ky përgjigjet, ja vlen që unë ta ndjek, dhe unë aty në zemër i thash që nga sot e tutje jeta ime të përket ty. Pra në një farë mënyre aty ishte momenti që përkushtova 100% edhe i thash, nëse ti Zot do, unë jam gati të t'jap jetën dhe të punoj edhe si misionar nëse ti dëshiron. Mund ta vazhdoj historinë. Pasi po mbaroja vitin e 4 si student, mora një ftesë nga Instituti i Re që të punoja në staf me ta si misionar. Komunikova me prindrit, mirë po për shkak se po studioja për drejtësi, prindrit ishin shumë krenar për këtë dhe mezi po prisnin që të rikthehesha në qytetin tim në Tepelen, ata kur ja tregova mundësinë thanë në asnjë mënyrë. Në mënyrë absolute jo, nuk mund ta bësh këtë sepse ne kemi investuar 4 vite për ty. Kjo është një degë shumë e mirë që ti ke marrë, ti duhet të bësh diçka me jetën tënde, të bëhesh gjykatës, prokuror. Mirë po ishte viti 1997. Dhe unë i thash Zotit, Zot, nëse ky është vullneti yt që unë të shkoj të shërbej si misionar, unë do të doja bekimin e prindërve. Në vitin 97 ndodhen ato që ndodhen në Shqipëri, rrëmuj, gati si luftë civile. Në Tepelen, në qytetin tim, ishte si qendra e revolucionit, le të themi. Një ditë marr një telefonat nga mami. Dhe më thotë, Ilir, këtu në Tepelen po bëhet nami, po vën bomba në shtëpitë e prokurorëve të gjykatësve. Unë dhe babi mendojmë që ti duhet të punosh një vit me këtë institutin e re, dhe kur të qetësohet situata ti të vish të bëhesh prap jurist. E mora bekimin e prindërve dhe unë me shaka them edhe një herë që Zoti bëri që të nis gati një luftë civile që unë të bëhem misionar. Dhe aty ishte momenti që ja përkushtova Zotit jetën, sepse mendova jurist ka shumë në Shqipëri, po ka pak njerëz që mund të shkojnë tek studentët e ky brez i ri që po del, tu tregoj atyre për Zotin, kështu që vendosa t'ja përkushtoj jetën time atij, për t'i shërbyer atij me kohë plot. Kam dhe një histori interesante. Një histori për një nga vendimet më të vështira që u kam marrë në jetë. Pas 2 viteve në staf me Institutin e Re, unë isha njohur me Lidën, kuptohet, ne bashkëshorten time që jemi martuar tani, dhe ne kishim vendosur që në vitin 1999 ne do të martoheshim. Një ditë drejtuesi im vjen tek unë dhe më thotë, Ilir, kam një nevojë të bisedoj me ty diçka të rëndësishme. Kemi dëshirë të dërgojmë një shërbes, një skuadër në Shkodër, që të nisim një shërbes aty me studentët. Kemi një ekip shumë të mirë, a mund ta drejtosh ti ekipin, por kemi një kusht ose një kërkesë për ty. E dim që ti ke vendosur të martohesh këtë verë, a do ishte mundur ta konsiderosh që ta shtysh martesën për 1 vit? Unë me veten time si smëra bomba thash, si ka mundësi që një person t'i kërkoj dikujt të shtyj martesën? Unë kam 4 vjet që njoh Lidën, mezi po presin të martojmë, jemi gati. Në mendjen time unë thash, është e sigurt që ky muhabet s'bëhet, por po them që po lutem një herë për këtë punë. Po ja çojmë Zotit. Edhe nuk dija si t'i thoja Lidës. Shkova të flisja, ishin të fejuar, e tha, shiko, drejtuesi më tha, më bëri këtë ftesë që të konsideroj të shkojmë në Shkodër. Ajo tha, po shumë mirë, ne kemi qenë në Shkodër, ne kishim qenë në Shkodër për misione afatshkurtra 1 javore, për të ndarur ngjillin, na kishte pëlqyer shumë. Ne kemi qenë në Shkodër shumë mirë. Përpara se të flisja me Lidën, unë kisha thënë Zotit, Zot, unë e di që Lida do thotë jo, në mënyrë absolute jo. Ne mezi u presim të martohemi.
Nëse Lida thot po, unë ta marr si shenjë prej teje që unë ta konsideroj seriozisht që të shkoj në Shkodër. Lida thot, po nëse nuk shkon ti, a do të shkoj një ekip që t'u tregoj studentëve në atë vend, në atë qytet për Zotin? Unë i thash jo, drejtuesi më tha që nëse unë nuk pranoj, nuk do të ketë një ekip atje këtë vit. Ajo tha, i bie që do të jetë një brez studentësh që do diplomohen këtë vit, dhe ndoshta ata do të kenë rast të dëgjojnë për Jezusin. I thash, po? Tha, unë besoj që ti do të shkosh. Mua si s'mëra një bombë. Unë isha i sigur që nuk do ishte e pamundur. Dhe unë i thash Lidës, a mund të lutemi ca ditë për këtë punë? U lutëm, por e dalluam me atë paqen që jep Zoti në zemër, që kjo ishte një sakrificë që duhet ta bëja. Ishte një sakrifica më e madhe që unë mendova që mund të bëja për Zotin, të shtyja martesën për një vit. Por vendosëm të shkojmë. Në fakt shkova vetëm unë, sepse ideja ishte që Lida duhet të rrinte mbrapa në Tiranë dhe të bënte një trajnim si staf i ri me Institutin Jetere. Unë nisa, kishim një ekip fantastik, ishim 5 vet, po një ekip i shkëlqyer, njerëz me të cilët unë do shkoja në luftë edhe nuk do të kisha shumë siguri. Mirëpo e provuam vitin e parë në Shkodër, një ambient i vështirë, shumë katolik ose edhe musliman, të cilët edhe pse vinin tek Jezusi thoshin që e bën lutjen, për shkak të presionit thoshin i lirë ose miq, më vjen keq, unë nuk vi dot në studimet e Biblës sepse po më pan shokët e mi, ata nuk do të më lejojnë ose familja nuk më lejon. Kështu që kishim një fushat të jashtëzakonshme ungjillizimi, shikonim njerëz vinin te Jezusi, pastaj nuk vazhdonin dot me ne. Pas 2 vjetësh, ishim shumë të dekurajuar. Drejtuesi im vjen në Shkodër pas 2 vjetësh, dhe me qara fjala u martova me Lidën, Lida erdhi. Drejtuesi im erdhi dhe tha, Ilir, duket që Shkodra tha është një territor i vështirë. Në qytetet të tjera ne kemi parë më shumë frut. Edhe ka qytete universitare që po nisin, që ndoshta do të ishte më e zgjuar dhe më e urtë nga ne, që të çojmë ekipin tuaj diku tjetër. Si mendon? Tani unë në mendje po thoja, Zot, unë sakrifikova martesën time, shtyva martesën time për një vit që të vi në Shkodër, dhe tani duhet ikim sikur s'ka ndodhur asgjë, çfarë po ndodh? Në atë kohë i thash drejtuesit, të lutem, a mund të na japësh edhe një vit që ta provojmë? Shkova në gjunjë para Zotit i dorëzuar komplet. Siç thash në fillim, unë kisha një ekip të jashtëzakonshëm. Njerëz që e donin Zotin shumë, ishin shumë të aftë, shumë të aktiv në ungjillizim, dhe nuk po e pranoja dot dështimin. Por e kuptova që në fundit kjo nuk është puna jonë, është puna e Zotit. Dhe kuptova që nëse ne nuk do të thyenim gjunjë, do të binim para Zotit, nëse Zoti nuk punonte, ne lodheshim më kot. Shkoj tek ekipi im dhe u them, kjo është situata. Nëse Zoti nuk bën diçka, do ikim. Edhe ndërkohë edhe po lexoja, edhe po shikoja në Bibël raste ku Zoti punoi në mënyra të veçanta. Dhe më ka ngelur gjithmonë mendje dhe gjithmonë rikthehem librit e Ezras, librit e Nehemias, ku unë shoh rizgjime të veçanta, momente ku njerëzit janë thyer, kanë shkuar para Zotit, kanë rrëfyer mëkatet, kanë kërkuar në fjalën e tij, të ndjekin ligjin e tij, të bindin atij. Dhe vendosëm ne si ekip do të bëjmë shërbesën, por një pjesë të rëndësishme të ditës, në orën 6 çdo ditë ose 6:30 do të kalojmë kohën në lutje. Që Zoti të sjellë një rizgjim, që Zoti të hap zemrat e studentëve që të vazhdojnë, të kemi një lëvizje të fortë për Krishtin në Shkodër. Filluam me ekipin dhe ndoshta me 2 besimtar student. Me kalimin e kohës u bëm 10 vet. Kishim një dhomë të vogël ku mblidheshim. Pastaj 15, pastaj 20, pastaj 25. Njerëzit studentë të rinj po vinin në Krishtin dhe po rrinin, po qëndronin. Pastaj 30 dhe pastaj dhoma s'na merrte më. Erdhi një moment që në një nga dhomat e konviktit të vajzave, një dhomë që mbante 12 vajza, të 12-ta erdhën tek Zoti.
Dhe ato kur erdhën një ditë tek salla e takimit nuk kishin ku t'uleshin dhe vendosën dakord da bëjmë turne. Një ditë do të shkojnë 4, një ditë do të shkojnë 4, një ditë do të shkojnë 4. Në një farë mënyrë ne pam një rrezim të vogël në Shkodër, duke filluar nga viti 2001. Edhe nga ai universitet Zoti ka mobilizuar dhe ka sjell si misionar ndoshta rreth 40 vet, të cilët janë përkushtuar për të shërbyer atij. Sot ka prej tyre që janë pastor, ka drejtues shërbesash të ndryshme, si në Shqipëri dhe jashtë. Dhe ishte një mësim shumë i madh për ne, për mua personalisht, por edhe për gjithë ne si skuadër, që është puna e Zotit, ajo që thashë në fillim, ne thjesht na përket të përulemi, të kërkojmë Zotin që fryma e tij do të punojë. Edhe patjetër ne bëjmë gati kalin për betejë, por fitoria i takon Zotit. Kështu që kjo ishte një nga historitë që e kam parë Zotin të veprojë në Shkodër. Një nga gjërat që unë gjithmonë jam lutur Zotit është Zot, më fol që të dëgjoj zërin tënd. Një lutje që e kam bërë shpesh. Në fakt, sa herë që shoh Biblën, e kuptoj që ai tashmë ka folur. Ai ka shprehur aty vullnetin e tij, zemrën e tij, çfarë do ai për ne. Kështu që sa herë që duhet marrim vendim, sigurohem që së pari është në vullnetin e Zotit, është në përputhje me çfarë i pëlqen atij. Pastaj patjetër lutemi. Dhe në lutje ai shpesh ose të jep paqe, ose të kupton që nuk është prej tij. Mënyrë tjetër që unë gjithashtu e kuptoj është dyert e hapura, dyert e mbyllura. Kuptohet ndonjëherë ai të jep paqe për diçka dhe zemër për diçka dhe ndoshta dera duket e mbyllur, siç u duk në Shkodër, por kur beson që vërtet ai po të drejton, ti këmbgul edhe vazhdon në lutje dhe ke durim, ke besnikëri, vazhdon të këmbgulësh derisa ai të hapi dyert. Një mënyrë tjetër është të dëgjoj zërin e Shpiritit të Shenjtë, që ndonjëherë për mua është zëri i lidës. Bashkëshortja ime ka, besoj, dhuntin e dallimit dhe ndonjëherë ma ka bërë më të lehtë, sepse ajo e ndjen ndoshta më shpejt atë sigurinë, atë paqen nga Zoti që ky është drejtimi i duar, le të shkojmë këtej ose le të provojmë këtej. Dhe kur kemi të dy një mendje dhe jemi në një paqe për një vendim të caktuar, është më e lehtë pastaj që edhe kur kemi ecur dhe duket sikur po arrim një shkëmb, të vazhdojmë të punojmë. Edhe më kujtohet një histori me këtë shkëmbin, një histori ku Zoti i tha dikujt, shko shtyje këtë shkëmbin. Më pëlqen kjo. Edhe ky person shkon e shtyn, vazhdon 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, 1 vit, 2 vjet, 3 vjet. Edhe i thot, Zot, jam i lodhur, jam i dekurajuar, shiko, nuk ka lëvizur 1 milimetër ky shkëmbi. Edhe Zoti thot, shiko, unë nuk të thash lëvize shkëmbin, unë të thash ta shtysh. Kur të dua unë e lëviz. Shtyje tani shkëmbin. Ai e vë duart edhe Zoti e lëviz shkëmbin. Por ndërkohë Zoti thot, shiko pak veten, ndërkohë që ishe duke e shtyr shkëmbin, shiko sa të fortat janë bërë këmbët, sa muskuloze, shiko kur i zyt, krahët e tu, sa i fort je, vërtet djali habitet me sa i fort ishte bërë. Kështu që kështu e shoh edhe jetën me Zotin kur kemi këtë paqe, në vendin drejtimi që ai po na drejton, ndoshta do të arrijmë një shkëmb, por ne na përket të bëjmë atë që ai thot. Dhe në kohën e tur ai do të hapi, do ta lëvizë shkëmbin. Ne na përket të bindemi. Unë do të thoja paqja, siguria që je në vullnetin e tij, duke bërë gjën e duhur. Edhe kjo dyert që ai hap, ndonjëherë edhe një herë duhet këmbgulje në një derë, kur ti je i sigurt që je në rrugën e duhur. Pak a shumë kështu e dalloj unë. Gjithçka filloi kur isha duke shërbyer si sekretar i përgjithshëm i Vushit. Më dha mundësia dhe rasti të vizitoj kishat në gjithë Shqipërinë, të takoj drejtuesit e shërbesave nga më të ndryshmet. Edhe po shikoja që nuk kishte një shërbes të mirë organizuar, të fokusuar në arritjen e liderëve me Ungjillin. Ka patjetër përpjekje të ndryshme, konferenca ose iniciativa personale, por asgjë të organizuar.
Në atë kohë, patjetër si sekretari i përgjithshëm ti ke mundësi të takosh njerëz nga qeveria të cilët ti përfaqëson komunitetin dhe shikon se sa larg janë njerëzit. Por nga ana tjetër shikon dhe sa njerëz janë si gjithë ne. Ka nevojë për Zotin, ka nevojat e tyre. Dhe Zoti filloi që pak a shumë vetëm ma vendos të barë në zemër që kush do të thotë atyre, kush do të thotë atyre. Unë kisha përkushtuar jetën të shërbeja Zotit duke arritur studentët që ne besonim që janë udhëheqësit e ardhshëm, por po shikoja që s'kishte një përpjekje serioze për të arritur udhëheqësit e kohës. Kështu që në bisedë me drejtuesit e institutit të re, ne vendosëm që pasi unë mbarova përkushtimin tim me vushin, të nisim një shërbes, të cilën e quajtëm Sotmëria, sepse po mendonim mirë do të nisim një shërbes për të arritur udhëheqësit, por si ta quajmë? Po mendonim çfarë duam të bëjmë ne duam që sot të arrijmë udhëheqësit e sotëm. Atëherë kjo fjala sot na erdhi 2 herë, tham Sotmëria. Kështu nisëm dhe menduam çfarë do bëjmë ne, si mund t'i arrijmë ne këta njerëz. Unë jam një person që vërtet kam studiuar drejtësi, po unë nuk jam askush, kam një eksperiencë në biznes, në qeveri, në politik. Por ne kemi njohje, lidhje me njerëz që kanë kredenciale, që janë politikanë të krishterë, që janë biznesmen të krishterë, të cilët mund të vinë dhe të japin shembullin e tyre. Mbaj mend një nga takimet e para që ne organizuam, morëm vesh që do të vijë një jurist i krishterë nga Amerika i cili kishte investuar goxha në gjykatës kushtetuese, në gjykatën e lartë shqiptare. Ai njihte presidentët e Shqipërisë, ai kishte ndihmuar në procesin në kohën kur po shkruaj kushtetuta jon. Gjithashtu kishte marrë gjykatësit në Amerikë, në Washington, të takoheshin me gjykatës të tjerë. Kishte ndërtuar marrëdhënie dhe kur ky po vinte, ne menduam po sikur ta përdorim këtë mundësi që të bëjmë takime me gjykatën e lartë, gjykatën kushtetuese, prokuror e tjerë. Interesant, kur disa ish president morën vesh që ky avokat po vjen, thanë nëse ai po vjen, ne duam të jemi folës në këtë konferencë gjithashtu. Ambasada amerikane gjithashtu, ambasadori i kohës, kur mori vesh që po vjen ky person dhe që ne po synonim të nisim një seri takimesh me jetën shqiptarët për integritet, thanë edhe ambasadori tha unë jam i gatshëm të vij të marr pjesë të flas. Filluam takimin e parë, erdhën gjykata kushtetuese, gjykata e lartë, prokurorë e tjerë, antarë të parlamentit. Dhe kishim ish president, ambasadori amerikan, dhe unë po shikoja veten mes tyre dhe po thoja Zotit, Zot, si ka mundësi që unë që mendoja që jam i papërshtatshëm për këtë detyrë, sepse s'kam asnjë autoritet që të rinë në një tavolinë me ta. Dhe pas takimit, ne u ofruam njerëzve si dhuratë një libër për integritetin. Dhe ata plotësuan një pyetësor dhe ku thoshin që kam dëshirë të kem librin Integriteti dhe numrin e telefonit. Pastaj do t'i merrim telefon për të çuar librin në zyrat e tyre. Mbaj mend një nga takimet e para kur unë shkova në zyrën e gjykatësi, në gjykatën e lartë. Ai ishte profesori im kur isha student. Shkova me një mikun tim amerikan i cili kishte eksperiencë me këtë shërbes. Miku im shkon dhe shkojmë të dy dhe pyet si të duk takimi, si të dukën gjërat që u thanë. Por folësin atë takim që ishte ky avokat i krishterë tregoi dëshminë e tij. Dhe miku im e pyeti gjykatësin, çfarë mendove për atë që folësi tha për Jezusin? Dhe unë vetë po tha, mos pse përmend emrin e Jezusit, jemi në një zyrë shtetërore tani s'mund të flasim për Zotin, rrezik do na nxjerrë jashtë. Po profesori im që tani ishte gjykatës tha, më pëlqeu shumë, jam shumë interesuar. Çfarë beson për Jezusin? Po në fakt vërtet besoj që ai mund të jetë Zoti, biri i Perëndisë që unë po habitesha. Miku im pastaj e pyet, po nëse ai është Zoti, a do doje t'ia dorëzoj jetën tënde atij të pranosh atë si Zot, si shpëtimtar? Tani tash mos do na nxjerrë jashtë komplet. Gati sa srash nga karrika kur gjykatësi pra tha, po jam gati të lutem tani. Dhe miku ulim kokat dhe unë me veten time po mendoj, apo ndodh vërtet kjo gjë? Ky ishte momenti kur kuptova që
përsëri në të njëjtën drejtim me bisedën e deri tanishme që edhe kur duket si një gur i pamundur, nëse Zoti do, ai mund të hapi dyert. Dhe ky ishte një rast kur Zoti punoi me mua dhe më tha që ti mund të mendosh që s'ke asnjë kualifikim që të shërbesh ta ndikojmë politikanët me ungjillin apo biznesmenët. Por nuk e për ta bërë ti, e bëj unë. Aty ishte një konfirmim nga Zoti që ne duhet të vazhdojmë me këtë shërbes. Edhe kjo është strategjia jonë në përgjithësi. Bëjmë një takim të madh, sjellim folës nga jashtë Evropa, Amerika, apo edhe shqiptarë të krishterë, të cilët kanë ekspertizë të caktuar në një drejtim të caktuar. Shpresojmë që të kemi mundësi që t'i sjellim në grupe të vogla, të lidhim marrëdhënie me ta dhe pastaj të ndajmë ungjillin me ta. Por kështu nisi gjithçka edhe Zoti vazhdon ta ketë si një zjarr në zemrën time që ne si kishë shqiptare patjetër ndikojmë. Edhe një person shumë i thjeshtë në një fshat e ndikon një parlamentar kur ai shkon edhe takon atë parlamentar apo e ka kushuri. Pra ne jemi si kripa që patjetër do ta ndikojmë komunitetin. Por besoj që kemi edhe nevojë për një lëvizje të organizuar, shërbes organizuar që tu tregojmë për ungjillin liderëve të Shqipërisë. E para është duhet ta njohim mirë atë. Ai na ka zbuluar veten. Ai na ka treguar si është, çfarë i pëlqen, çfarë do. Na ka shkruar një letër dashurie. Na do aq shumë, ai do gjithashtu ta përdor. Kështu që fillon me dashurinë për të, fillon me dorëzimin, fillon me përkushtimin e jetës. Shpesh bëjmë ëndrat tona, planet tona, sa mirë do ishte të shkojmë kështu apo të shkojmë atje. Edhe kjo është një nga mësimet, besoj më të rëndësishme që çdo krishter dhe çdo udhëheqës duhet ta ketë parasysh, të heqë dorë nga kontrolli njerëzor. Si lider në përgjithësi ne kemi opinione të forta. Ne besojmë që kjo është rruga më e mirë, të shkojmë këtë jo, se të shkojmë andej. Fatkeqësisht si shqiptar ne dështojmë që nuk i mobilizojmë njerëzit, nuk i inkurajojmë, nuk i inspirojmë, por themi ti duhet të më ndjekësh mua sepse unë jam drejtuesi. Dhe nëse do të kisha një këshill për vëllezërit dhe motrat udhëheqës është, e para duhet të fillojmë duke dashur Zotin. E dyta, me këtë dashuri për Zotin unë shpresoj që ne do të infektojmë me këtë dashuri ata që na shohin edhe si modele. Dhe nëse nuk po jetojmë vetë jetën në besim me Zotin, diçka mungon. Pra duhet të filloj me dashurinë për të, ndjekjen me gjithë zemër dhe të ecim me dorë të hapur, jo me dorë të fortë, jo të mbajmë fort, jo të bëhet siç ta mund. Ndoshta të zgjedhim betejat. Ndonjëherë lejoj që të humbasësh një betejë që nuk është aq e rëndësishme, në mënyrë që njerëzit të ndihen që ti vërtet po i dëgjon. Le të bëhet siç thonë ndjekësit e tu, nuk ka problem. Nëse ata mendojnë që le ta provojnë, le të dështojnë, nëse ti besojnë që ashtu do të dështojnë, le të dështojnë, s'ka problem. Por udhëhiq me shembull, jo me dorë të fortë, me model, duke dashur. Ndonjëherë ne si udhëheqës themi a është më i pari vizioni apo njerëzit, edhe mundohemi të ndajmë. Personalisht, edhe pse kuptohet që balanca është e duhura, personalisht unë anoj më shumë nga njerëzit sepse ata do ta bëjnë vizionin. Nëse ti i do mirë, nëse kujdesesh për ta, nëse i ushqen, nëse e shohin që ti ke interesin e tyre për para, të parin, ai do të jetë gati të japi jetën për vizionin. Këto janë pak mësime që janë të rëndësishme për mua. Unë besoj që çdo person, çdo krishter duhet së pari të themelohet në Biblën, ta njohë mirë fjalën, edhe të thotë çfarë do bënte Jezusi në këtë rast. Nëse nuk je i qartë nga fjala se çfarë do bënte Jezusi, e rëndësishme është ti e di shumë mirë çfarë është mëkat e jo. Pra ti e di që çfarëdo që të bësh, ti do të zgjedhësh që nuk do të mëkatosh, do të bësh atë që e nderon Zotin. Nëse të dyja mundësitë e nderojnë Zotin, atëherë për mua është e thjeshtë, besoj që Zoti do të drejtojë, do të japi paqe për një nga rrugët dhe nuk besoj që është një gabim i madh të shkosh majtas apo djathtas nëse të dyja janë mundësi të mira. Pastaj besoj që ai do të jap ty paqe, ai
Patjetër gjithmonë duhet të kërkojmë para Tij në lutje, Zot na drejto. Të kemi edhe këtë durim që ta kërkojmë me këmbgulje. Edhe jo patjetër ai do të veprojë në kohën që duam ne. Ai mund të thotë edhe prit. Kështu që duhet jemi të durueshëm, t'i besojmë atij, të jemi besnik. Edhe nëse nuk është e qartë, më mirë të presim, më mirë të durojmë, më mirë të vazhdojmë të lutemi. Dhe nëse do ta kemi atë paqen që Zoti po thotë, po, kjo është rruga hec. Nëse ai po e hap derën që deri tani ishte e mbyllur. Nëse e shikon edhe në ndikimin që ka ai hap që po jep rezultatet e duhura, atëherë ti vazhdo në atë rrugë. Kështu këtë eksperiencë kam unë. Miku ynë na drejtoi sot përmes rrëfimit të tij tek Perëndia ndërtuesi. Në qoftë se Zoti nuk ndërton shtëpinë, më kot lodhe ndërtuesit, tha ai. Ndoshta sot ndihesh i lodhur, jo vetëm fizikisht, por edhe thellë në shpirt. Ke provuar, ke luftuar, ke shtyr shkëmbin, ke mbajtur gjithçka mbi supe. Je përpjekur të ndërtosh jetën tënde, të mbrosh ato që do, të bësh që gjërat të funksionojnë. E megjithatë, diku brenda teje lind një pyetje e heshtur. Pse duket sikur asgjë nuk lëviz? Në qoftë se Zoti nuk ndërton shtëpinë, nuk do të thotë që përpjekja jote nuk ka vlerë. Përkundrazi, do të thotë që ti nuk je krijuar për të ndërtuar vetëm. Nuk je krijuar për ta mbajtur gjithçka vetëm. Shumë prej nesh po përpiqen të ndërtojnë jetën apo shërbesën e tyre me duar që dridhen, duke u munduar të kontrollojnë çdo gjë, duke mbajtur fort gjëra që ndoshta po rrshkasin. Por sot, Zoti po të flet butë. Nëse unë nuk jam në qendër të asaj që po bën, pesha do të mbetet mbi ty. Dhe pastaj vjen kjo fjalë kaq e ëmbël në vargun që pason. Është e kohë të çojeni herët e të shkoni vonë për të pushuar, e për të ngrënë bukën e nxjerrë me punë të rëndë, sepse ai u jep pushim atyre që do. Në një variant tjetër përkthimi thuhet ai u jep gjumë të qetë, pushim, paqe. Jo sepse gjithçka është e përsosur, por sepse ai është prezent në jetën e njerëzve të tij. Perëndia është në kontroll. Nuk e pse të rizgjuar gjithë natën me mendimet e tua. Nuk e pse të zgjidhësh të gjitha sot. Nuk e pse ta mbash të nesërmen mbi supe para se të vi. Zoti nuk po të kërkon të lodhesh më shumë. Ai po të fton t'ia dorëzosh zemrën tënde atij, t'ia dorëzosh në lutje, t'i besosh atij ashtu si beson një fëmijë i vogël prindrit e tij. Pavarësisht se ku je tani, në zyrë, në shtëpi apo në makinë, ndalo për një çast, edhe e merr frym thellë. Thuaj me qetësi, Zot, ndërtoje ti jetën time. Dorëzoja barrat e tua Perëndi sot. Lejoja atë që ti mbaj. Jetoje jetën me duar të hapura. Lejoja atë të forcoj atë që duket sikur po të rrshket nga dora. Lejoje Perëndin që t'jap pushimin që zemra jote ka kërkuar kaq gjatë. Sepse kur Zoti ndërton, ajo qëndron. Kur Zoti të mban, ti më në fund mund të pushosh. Deri në takimin tonë të ardhshëm, lutem që Zoti të jetë në qendër të jetës tënde. Lutem që ai të ndërtoj, të ruaj dhe të mbaj. Besoj atij dhe pusho në paqe.